Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Personazhe në Fokus. Sot kemi kënaqësinë të kemi të ftuar një nga emrat më të njohur të letërsisë dhe dramaturgjisë shqiptare, autori i 10 veprave për fëmijë dhe të rritur, fitues i çmimeve letrare brenda dhe jashtë vendit, si dhe aktualisht shef i botimeve në Parlamentin e Kuvendit të Shqipërisë. Me ne sot, Odise Plaku, lindur në qytetin e Fierit dhe banues tashmë në Tiranë. Mes nesh, për të na dhënë kronologjinë e vetës dhe jetës së tij, mes shkrimeve, mes librave, pse jo dhe për jetën tënde personale. Për të gjithë ata që nuk të njohin Odise. Kush është Odise Plaku? Nga vjen dhe çfarë shkruan dhe çfarë bën Odiseja? Së pari ju falenderoj për mundësinë për të qenë i pranishëm në Apollon TV nëpërmjet këtij bashkëbisedimi. Unë ju falenderoj sepse me Apollon TV unë kam pasur edhe lidhje të hershme dhe është kënaqësi që përsëri të jemi rikthehesh në televizionin Apollon. Përsëri, domethënë ky rikthim nëpërmjet kësaj interviste ka një kënaqësi të veçantë. Për sa i përket pyetjes suaj se kush është Odiseja dhe nga vjen Odiseja, unë të them që jam një djalë fjerak, jam një djalë myzeqar, por që jetën time e kam kaluar sa në myzeqe, ashtu edhe në Mallakastër, dhe shpeshherë në bashkëbisedime me miqtë e mi thonë që ti je më shumë mallakastriot se sa myzeqar, sepse një pjesë të konsiderueshme të jetës time unë e kam kaluar në qytetin e Ballshit, aty ku krijova familjen edhe u bëra baba me 2 fëmijë. Kam lindur në një fshat të bukur të myzeqes në Baltës, një fshat i cili është i lidhur shumë afër edhe me fshatin tjetër Hamilin, aty ku unë kam bërë edhe klasën e parë dhe shokët dhe miqtë e mi kanë qenë nga komunitete të ndryshme të cilët jetonin në atë zonë, qoftë nga Romët, qoftë nga Kosovarët, dhe është ndoshta pjesa e cila më ngacmon dhe më trazon më së shumti në jetën time fëmijëria. Do kaloja te kjo pyetje. Si kujtoni fëmijërinë? A ka të bëjë lidhja e fëmijërisë me ndikimin tuaj pikërisht në letërsinë? Pasi ju jeni një njeri që shkruani shumë, një mori çmimesh që duhem kohë dhe shumë emisione që ne t'i kapim një nga një këto çmime juaj. Odiseja kush është? Unë e pohova dhe pak më lart që kam lindur në një fshat myzeqes, pra kam lindur në Baltës, një fshat i cili kurdoherë në kujtesën time vjen me notat më të gjalla të fëmijërisë. Unë kujtoj nga ato vite, kujtoj atë rrugën që gjarpëronte nga Fieri, nga qendra e Fierit drejt fshatrave tona, rrugë të cilat në mendjen time akoma janë të fiksuar ata gurët e mëdhenj të rrugës nëpërmjet aty ku kalonin shumë qerre të kooperativës, kalonin shumë karroca, pak mjete traktor apo autokombajna, por mbaj mend ato dimrat e acartë kur ne si nxënës të shkollës pasi dilnim nga shkolla do të fillonim dhe do të luanim nëpër një kanal 72 që fjerakët e din shumë mirë se ku është, dhe ne fillonim dhe luanim nëpër ato pellgje të cilat ishin të ngrira dhe ne së pari do të hidhnim çantën tonë, nëse çanta do të kalonte mbi sipërfaqen e akullit, pastaj do të fillonim dhe ne do të bënim ato patinazhin. Aventurat e moshës. Aventurat e moshës, por veçim kanë qenë dhe mbeten kurdoherë kujtimet padekshme, kujtimet shumë të bukura dhe të pastra të moshës së fëmijërisë. Nga arsimi pedagogjik deri në studimet në shkencat politike, financë, kontabilitet, diplomaci, si ka ndikuar fusha e formimit tuaj dhe si autor? Patjetër, të përmbledhur të gjithë brenda një patjetër. Këto kanë qenë një bagazh profesional të cilat më kanë ndihmuar në mënyrë shumë të vlefshme dhe në pjesën e krijimtarisë letrare, duke qenë se kam arritur që të kem një formim të përgjithshëm, por edhe specifik në rastin e financë kontabilitetit. Të gjitha këto në një formë apo në një formë tjetër, kur më janë dashur për të trajtuar tematikat të caktuara, më kanë ndihmuar që
Ti jem sa më konkret apo edhe më i qartë në këtë Sepse pjesë? studimet i këtë gjithësisë, a ka të bëjnë këto me gërshëtimin që ju, pavarësisht se keni studiuar në disa fakultete, keni marrë dhe çmime të gjitha, a ka të bëjë formimi letrar këtu? Ndoshta dhe jo. Mund të them që formimi letrar vjen si një bagazh jetësor i viteve të mëparshme të studimeve, qoftë në pedagogjike, apo ndoshta edhe në atë pjesë që ne e quajmë 8-vjeçare, dhe aty ne kemi pasur mësues vërtet të talentuar, të cilët i kanë kushtuar kujdes të veçantë edhe prirjeve tona në atë kohë, dhe kanë qenë, si të thuash, edukues për ne për të vazhduar akoma edhe më tej këtë pjesën e të shkruarit apo të materializimit letrar në vitet e mëvonshme. A e ka zgjedhur vetë Odiseja këtë, apo thjesht dhuntia ka shtyrë të kjo pjesë? Ajo mund të them që ndonjëherë gjërat nuk janë me të zgjedhur, por ndonjëherë janë edhe me të dhënë. Ndoshta edhe kjo pjesë, si duket tek unë, ka qenë diçka e brendshme, edhe e cila me kalimin e kohës dhe të viteve është shpërfaqur akoma edhe më shumë. Ndoshta bagazhet jetësore, ndoshta marrëdhëniet ndërmjet mësuesve, ndërmjet kolegëve të tjerë, nxënësve, shokëve të mi, të cilët edhe ata në një formë apo në një formë tjetër kanë pasur prirjet e tyre, dhe duke qenë se futeshim shpeshherë edhe në një garë se kush do të shkruante më bukur hartimin, apo kush do ta bënte më bukur një orë letrare, si të thuash, të gjitha këto kanë pasur atë ndikimin edhe nga çmimet e tyre. A ka të bëjë jeta fëminore që Odiseja ka shkruar për fëmijë më pas për të rritur, dhe ku ndihesh më pranë shpirtërisht? Çdo fush, çdo gjini e të shkruarit ka bukurinë, ka rëndësinë e saj. Letërsia për fëmijë për mua është fokusuar dhe ka marrë zhvillim në një kohë të veçantë të zhvillimeve në vendin tonë pas viteve 90, kur gjithçka filloi edhe po degradohej, ashtu si në fushat e tjera dhe në drejtim të krijimtarisë letrare ka ndodhur pikërisht ky proces. Unë kam punuar për shumë vjet edhe si mësues i gjuhës edhe letërsisë, dhe e shikoja vakumin që ishte në votimet e reja për sa i përket moshës shkollore. E fillova, si të thuash, në një mënyrë jo si një qëllim në vetvete, por si një eksperiencë. E kam provuar me qullacin, ka qenë vepra e parë në letërsinë për fëmijë, ndikuar dhe nga rrëfimet që shpeshherë i matë i bënte timbiri në atë kohën kur ai donte të flinte gjumë dhe e kishte një lidhje të veçantë me babain tim, dhe ai fillonte dhe i shpikte, si do thua, histori të ndryshme. Do të histori do të kalueshme. Po, të tia, të fëmijën e tij. Sigurisht. Dhe më mbeteshin në kujtesë të gjitha këto mënyrat se si ai ja tregonte timbiri, dhe u fillova edhe po shkruaja. E kam botuar vëllimin e parë, por e pash që filloi fëmijët e atij brezi të asaj kohe e pëlqyen këtë, e kërkonin, dhe mund të them që ka qenë një nga vëllimet që ka ecur goxha edhe në pjesën e tregut, dhe që atëherë i vura vetes si mision që përveç poezisë, përveç prozës për të rritur, duhet në veten time kisha si qëllim që të paktën një herë në vit, ose ndoshta edhe një herë në 2 vjet, unë të realizoja një vepër për të letërsisë për fëmijë, dhe është një objektiv i përmbushur. Për të kaluar dhe një pyetje tjetër, cilat nga veprat tuaja që mbeten e veçantë në historinë tek fëmijët, të mëdhenjët, të rriturit, do thosha më mirë, to veprat e tuaja të shkruara, kush mbeten në atë memorien e Odisesë të përcaktuara me ato genit e shkruarit? Kam pasur fatin e mirë që pjesa dërmuese e veprave të letërsisë për fëmijë janë pëlqyer edhe janë lexuar me ëndje nga fëmijët. A kanë historia të veçanta këto veprat, po thjesht janë ato idetë e marrë nga të tjerë dhe Odiseja direkt i fikson në pjesën e vetvetes dhe fillon i shkruan jetën letër në pen? Unë në krijimtarinë time në disa prej veprave kam personazhe real, të cilët i kam njohur qoftë edhe nëpërmjet rrëfimeve të prindërve të tyre, apo edhe në kontakte të drejtë për drejta me vetë fëmijët. Është për shembull djaloshi Ëndrës së Blerdh, është Deani, një djalë futbollist i cili jeton në Gjenova të Italisë. Është Oriku, është një djalë nga Kosova, një fëmijë shumë i talentuar. Tashmë ai
është i fokusuar tek pjesa e programimit edhe te pjesa e muzikës, te pianoja. Është Krisli, një fëmijë i cili është i dashuruar me natyrën, me gjitha gjallësat, sot është student. Pra, janë një tërësi për ka një diçka që vetë Odiseja i ka mbledhur nga vetë jeta e saj dhe këto janë tipa pikant që ty të gacmojnë dhe fillon që jetë perën në letër. Është edhe kjo pjesë, është i akumuluar një pjesë. Odiseja ka qenë djatë çapkan i lëvizur i padurueshëm ose nga të tjerë, ama erdhi ky na era. Si gjithë të tjerët edhe unë kam pasur atë moshën time dhe nuk mund të them se mund të kem qenë një djalë çapkan shumë i hedhur, por kam qenë një djalë që kisha edhe ato aventurat e moshës time. Kur moshë bëjnë edhe gjysh, të gjithë fillojmë dhe i themi, jo, pas kemi qenë kështu. Ja, unë nuk e marr kategorikisht aty. Po gjithsesi edhe për humor pak e thash. Patjetër, edhe unë ta mirë kuptoj. Sigurisht kam ndikuar. Janë, si të thuash, të gjitha ato çfarë jam mbledhur edhe nga fëmijëria ime, tipet pikante. Sigurisht, mua më interesojnë pikërisht ato tipat pikant që të jenë të veçantë në veten e tyre, por të jenë edhe, si të thuash, reflektues të atyre që i lexojnë. Unë pa frikë them që shumë nga lexuesit e gjejnë veten e tyre në krimjet që unë kam arritur të përcjell. Për të kaluar te një pyetje tjetër, monodramat tuaja janë vënë në skenë nga aktorë të njohur shqiptar. Çfarë ju tërheq më shumë ky zinxhir dhe ky zhanër? Unë kam filluar krimtarin në drejtim të fushës së dramaturgjisë pikërisht me një monodram. Ka qenë Klithma i Nënë të Marr në vitin 2006, interpretuar nga e paharrueshmja Hajrie Rondo në Teatrin Mbyllis në qytetin e Fierit. Dhe pash që kjo vepër ishte shumë goditse, trafikimi i qenieve njerëzore, historia e trishtë e një vajze e cila u trafikua dhe nëna për shumë vite me radhë bënde përpjekjet e saj për të zbuluar fatin e vajzës, dhe më pas pati një ndërthurje edhe me vepra të plota dramaturgjike, por si të thuash, mua fiksimi më ngeli tek pjesa e monodramës. Monodrama është gjinia më e vështirë e të shkruarit, por edhe gjinia më e vështirë të interpretuarit për aktorin, sepse aktori për një kohë 60 minuta apo edhe më shumë është i vetëm në skenë dhe i duhet që të luaj një tërësi personazhesh brenda këtij harku kohor. Është e vërtet që monodramat kanë qenë një pjesë e rrugës time krijuese, kam njohur sukses me këtë gjini të artit skenik. Para 2 vjetësh pikërisht Klithma i Nënë të Marr është përkthyer edhe në greqisht Amber Alert, i dha një kuptim akoma edhe më global dhe është interpretuar në Athinë nga aktoria më e njohur greke Georgia Zoi. Ishte produksioni i gjithë grek, për mua si autor ishte kënaqësi sepse për herë të parë arrija që të prekja skenën greke në tokën. Është e vështirë që një shqiptar të prekë skenën greke. Është e vështirë, por me punë arrihet. Dhe për herë të parë unë kam qenë edhe emigrant në Greqi. Dhe mund të them pas një lloj hezitimi që ndoshta kam pasur marrëdhëniet më të shkëlqyera qoftë me komunitetin, me popullin grek atje, me punëdhënësit, me të gjithë. Kam pasur një periudhë, si të thuash, vërtet kam punuar, jam lodhur, por prap kam qenë i vlerësuar ose i mirë kuptuar në jetën time. Dhe për një vit me radhë në Greqi kjo vepër ka pasur një fokus të veçantë në skenën greke. Unë jam deri përkëdhelur sepse dhe media greke i ka kushtuar një rëndësi të veçantë. Para se të kalojmë te kjo pjesa neve medias greke, sepse dihet vështirësitë që çhet një shqiptar për të hedhur një në skenën botërore, do thosha më mirë. Por si arritet ti të futesh për herë të parë në Fier, një qytet i madh me shumë shkrimtar, me shumë artist, me shumë dramaturg të ndryshëm që shkruajnë, dhe Odiseja futet në skenën fierake me një vepër të tillë që emrin e ke pikëlluar dhe e ke ndërtuar në një formë të tillë, Klithma e një Nënë të Marr. Se kjo pikërisht, apo Engjit, Arbër dhe Alert,
domethënë janë një lloj game që ju keni përcaktuar dhe derisa i keni çuar edhe në shtetin fqinj. Është pa diçka e pa imagjinueshme, ndoshta tani do të gjatë si diçka e çuditshme kur ne ta bëjmë të pyetje, po në ato kohra ishte vështirësirë. Nuk e di, ndoshta fati ka ndihmuar Odisea si pas emrit që kemi Odisea. Edhe fati, ndoshta edhe fati, por ndoshta edhe vlera e veprës. Unë them se vlera e veprës është ajo që arrin të mposhtë të gjitha barrierat apo çdo paragjykim tjetër që mund të ndodhi në lidhje me emrin e një shkrimtari dhe origjinës së tij. Kam pasur një vit, domethënë, të veçantë në jetën time krijuese për sa i përket veprës Amber Alert në Greqi, apo ndoshta Angel, ishte një produksion midis një bashkëpunim midis regjisorit nga Kosova Naser Shatrolli, aktores Vefi Redhi, aktores shqiptare Vefi Redhi, e cila jeton prej vitesh jeton në Athinë. Ne arritëm që këtë ta vinim në skenë Tiranë, në teatrin e Metropolit, por ndërkohë bëri një turne të mrekullueshëm që nga Vlora, nga Korça, nga Prizreni, nga Gjakova, në Prishtinë, në Ulqin, në Maqedoninë e Veriut, në Shkup, dhe është një vepër e cila është vlerësuar me shumë çmime dhe kjo mund të them që Angel është një vepër e cila më ka përmbushur edhe në aspektin shpirtëror, sepse ka përmbushur edhe atë synimin tim që një vepër duhet të rrugëtoj, si duke pasur parasysh edhe tematikën e veçantë e Angel, ju kushtohet fëmijëve të zhdukur të Kosovës nga gjenocidi serb, dhe pikërisht këtë kam dashur, që kjo vepër të fliste në gjithë trojet shqiptare dhe ka arritur me sukses, e ka përmbushur misionin e saj, ndërkohë që jemi në një stad të dytë, jemi duke kalkuluar lëvizjet tona ndoshta edhe në shtetet të tjera europiane, por edhe në mënyrë të veçantë në Greqi. Si u ndje Odisea në moment që aktoria madhe që sot nuk jeton më dhe ndjes për gjithë shikues si një nga aktorët Hairi Rondo, që merr dhe lexon, merr dhe shprehet për veprën tënde dhe hidhet në skenë. Si u ndje Odisea këtu? Të do ndi më shumë. Do të tregoj, domethënë, zanafillën e lindjes së Klith me Enën e të marrë. Gjatë kohës që isha mësues i letërsisë, shkruaja monolog për nxënësit e mi të cilët të merrnin pjesë në këto konkurimet letrare që organizoheshin nëpërmjet shkollave, dhe e kisha shkruar një monolog e marra e qytetit tim. Më pas këtë e kisha shtjelluar në një novel, Kthimi i Samantës, dhe në një bashkëbisedim me aktorin e mirënjohur Fjerak Dritan Borici, në lidhje me këtë botim, më thotë Odisea, këtu ke një monodram. As më kishte shkuar në mendje ndonjëherë që do shkruaja monodram. Bashkëbisedoj me të, më jep disa eksperienca, më jep disa përvoja, më tregon disa shembuj, dhe arrita që edhe e shkrova këtë vepër, dhe ajo çfarë diskutoja me veten time, diskutoja që roli i kësaj nëne në këtë vepër duhet të jetë një nënë jo që të di vetëm të vajtoj, por edhe të luftoj. Dhe më mirë se sa aktoria Hairi Rondo, për fuqinë, për potencialin e saj artistik, nuk besoja tek askush. Kur ja kam paraqitur, u kam qenë rastësisht në qytetin e Fierit, e kisha marrë me vete këtë vepër, ja jap ta lexoj, dhe nuk kaloi shumë kohë dhe më merr në telefon punë ore, më merr në telefon, thotë Ceu, se kështu më thërriste, Ceu, këtë dua unë, këtë do ta bëj. Dhe bëra një bashkëpunim me regjisorin me Xhelili, pati suksesin e saj dhe vepra është mirë pritur për të kaluar të tjetër Odisea. Të mungon Fieri, të mungon Ballçi, të mungon vendlindja jote sot këtu në Tiranë? Sigurisht, pavarësisht se unë jam në Tiranë, unë kam lidhje të shumta. Në qytetin e Ballçit kam qenë i ftuar para disa kohësh në një takim që është organizuar me mësuesit dhe nxënësit e gjimnazit në qytetin e Ballçit. Me Fierin unë vazhdoj mbaj kontakte të vazhdueshme, dhe bile sa po vjej edhe po i forcoj këto kontakte, plus që kam edhe nënën që jeton atje. Origjina në fshatin tim kam njerëzit e mi të cilit i vizitoj.
nuk kam asnjë lloj shkëputje me Fierin apo me çdo vend ku unë kam jetuar edhe kam punuar. Përkundrazi, them se pas një periudhe e cila quhet periudha e konsolidimit të jetës në Tiranë, të pozicionit tim të punës, të familjes, tashmë kam kohë që ndoshta të shikoj akoma edhe më shumë se si ti forcoj bashkëpunimet ose ti forcoj lidhjet me rrejtë e mia. Si përjetoni momentet ku një tekst i shkruar merr jetë në sken? Këtu është ajo dashuria e bukur që Odiseja ka shkruar gjithkohës dhe thjesht tekstet e tij sot në një sken tjetër, në një hapësirë tjetër dhe Odiseja qëndron në mes dhe nuk di ku të përzgjedh. Problemi qëndron që problemi qëndron se çdo vepër ka natyrën e saj. Në çdo vepër unë kam derdhur një pjesë të shpirtit tim. Dhe kur vjen momenti që finalizohet një vepër në sken, unë jetoj emocionet sikur të jemi një njeriu fillestar, sepse është e një krijues i fillestar i cili del e shikon veprën e tij për herë të parë në sken. Nuk e di se kur do shpëtoj nga këto emocione, por që janë emocione shumë të forta, por kanë bukurinë e tyre dhe si duket që nga thënë që unë duhet të jetoj përmes emocioneve. Për të kaluar pak tek ajo që ti kishe edhe merak vetë para se ne fusim në xhirim, te lightësia e fëmijëve. Sot botimet e fëmijëve dhe krijimtaritë janë të ndryshme. Disa i marrin nga një hapësirë tjetër, disa në sisteme internetit, fillojnë bën të shkrimtar, fillojnë bën të poet, edhe shumë gjëra. Që neve se shkoa për të diskutuar bashkë, por do jemi në një mision tjetër që do flasim shumë për letërsinë dhe për shkrimet sot, sepse sot poezia, shkrimet gjitha na janë bërë autor, se shqiptarët ka pas një prirje autor, shkencëtar, këngëtar, instrumentista, po ti pyet gjithë çfarë je artist, çfarë je shkrimtar, kur i pyetur çka ke mbaruar, askush s'di çka ka mbaruar dhe çka ka shkruar. Dhe kjo është një filozofi që kohët e fundit ka marrë një përhapje shumë gjerë dhe ju te besoj se e ndjeni të gjithë. Ju shkrimtarët dhe vërtet që qëndroni me këmbën në tokë. Çfarë mendoni ju sot që i mungojnë letërsisë së fëmijëve? Originaliteti. Njohja e jetës së vërtetë të fëmijëve, problematikat e tyre, ëndrat, dëshirat që kanë fëmijët nga të grup moshave të ndryshme. Pikërisht kjo, pavarësisht se ka shumë ndikime dhe nga letërsia, nga krijimtaria e huaj, unë them se ne kemi një pasuri të jashtëzakonshme edhe në drejtim të letërsisë për fëmijët. Ndoshta duhet të kemi akoma edhe më shumë frymë originaliteti që edhe ai krijim të vijë era Shqipëri. Edhe ai krijim të mbaj aromën e fëmijës si shqiptar. Domethënë që të ketë një farë individualiteti në këtë drejtim. Unë pikërisht këtë jam përpjekur që në krijimtarinë time të sjell jetën e fëmijëve shqiptar, të sjell problematikën e fëmijëve shqiptar, të sill dëshirat e ëndrat. Domethënë, por tashmë duke e kaluar edhe në një aspekt tjetër më të avancuar të krijimit. Më ka ndodhur që bashkëshortja ime është mësuese në ciklin fillor dhe teksa i kam dhënë një tekst për të lexuar, më thotë shumë i bukur është, thotë, por duhet të kesh parasysh edhe diçka tjetër që fëmijët sot kanë avancuar jashtë mase. Fëmijët e sotëm janë enciklopedi dhe pikërisht kjo fjalë e saj, fëmijët e sotëm janë enciklopedi, më bëri që të reflektoja dhe të shikoja, domethënë atë krijim ta shikoja në një këndvështrim tjetër, duke e pasuruar edhe me elemente të tjerë të imagjinatës, të fantazisë, me fjalorin e teknologjisë së sotme që përdorin fëmijët. Por përsëri për ngul kam, duhet që krijimtaria e letërsisë për fëmijët duhet të vijë akoma më shumë erë Shqipëri, akoma më shumë erë e fëmijëve të Shqipërisë. Letërsia për të rritur. Si e shikoni, si e gjykoni, si e arsyetoni ju? Edhe në letërsinë për të rritur, u kam pasur një gërshetim midis poezisë, prozës, tregimit, novelës, romanit. Edhe këtu jam përpjekur të njëjtën gjë. Jam përpjekur që të shikoj atë pjesë të jetës sonë. Të shkruaj pikërisht për atë çfarë e shqetëson njeriu shqiptar. Të shkruaj për atë çfarë e bën atë të gëzoj, për dashurinë, për problemet e ndryshme sociale, ekonomike, pikërisht të ndërthur të gjitha këto në momentet veçanta sipas tematikës dhe të arrij që te lexuesi të shkojë me një vepër.
Më kam pëlqyer që në krijimet e mia, në mënyrë të veçantë në prozë, të fokusohem në problematikat të cilat janë të prekshme, të dhimbshme, që kërkojnë reflektim nga shoqëria dhe pse jo, tek e fundit japim edhe shpresë se gjithçka pas një fushë gri mund të kalojmë në një fushë të blertë që mund të ndryshojë jetën tonë. Shkruan me ngjarjet e përditshme në memorien e tij dhe këto absorvohen në pjesën e brendshme dhe ti dhe arrin që ti të marrë shpenën më vrap, rahat ta hedh këtë se kjo është diçka e bukur. Unë kam pasur fatin e mirë që për shumë vjet në Fier të ushtroja dhe profesionin e gazetarit në TV Kombi, një pak kohë edhe në TV Apollon, dhe pikërisht ky është një çelës i fortë në fushën time të krijimtarisë, sepse gazetari gjithmonë ka syrim vëzhgues të problematikës. Nuk e kalon thjesht, dhe mua pikërisht kjo gjë më mbetet. Nuk e kaloj thjesht me një shikim sipërfaqësor, por në atë fenomen apo në atë dukuri unë piketoj atë çfarë është problematika shqetësuese. Nuk më pëlqen të jem thjesht një raportues i përgjithshëm, por më pëlqen që të jem një krijues detajist për të kaluar në planet më të gjera të trajtimit të problematikave tona. Romani për një gotë verë, një botim i fundit. Çfarë mesazhi keni për këtë? Ka qenë një bashkëpunim me shtëpinë botuese Ura në Prishtinë. E lexoj do shkrimin e pëlqeu dhe më thotë kam dëshirë që ta botoj këtë roman. Me kënaqësi e mirëprita, me parathënie nga profesoresha e Universitetit Tetovës Zeynep Recep. Edhe ajo më kishte ndjekur në disa aktivitete që unë kisha marrë pjesë edhe në Tetov, në takimet poetike që janë zhvilluar qoftë në Maqedoninë e Veriut apo edhe në Kosovë, që unë kam qenë pjesëmarrës, por edhe fitues i shumë çmimeve, dhe me dëshirë më të madhe ajo shkruan dhe parathënien kur ka mbaruar se lexuari veprën, më thotë Odise, dhe unë po e përcjell pak a shumë në lidhje me këtë, thotë Odise, thotë ky është një roman, thotë, sa psikologjik, aq edhe sentimental, kundër thuret dashuria, besimi, vuajtja, reflektimi. Është një histori e thjeshtë njerëzore midis Nardit edhe Xhulias, dy personazhet kryesorë të romanit, ku pas një martese ose një jetë të lumtur familjare ndodh një gabim i Nardit që trondit gjithë marrëdhëniet tyre, ndërkohë që janë dy personazhe të cilët kanë luftuar për dashurinë, për mirëqenien e tyre, janë dy. Kjo është nisja e shkrimit të romanit? Sigurisht. Janë pikërisht ato gjërat e vogla që ne i dëgjojmë në jetën e përditshme. U nda filani, ndodhi kjo, ndodhi ajo. Por mënyra se si unë e kam trajtuar ka qenë akoma dhe me gjerë, sepse zhbiroj. Jo se ka qenë me gjerë, por edhe titulli për një gotë verë ka një domethënie të madhe. Dikush e mendon që Odisea ka qenë në tavolinë, ka qenë në një shoqëri dhe mendon që këtë e ka kthyer në pozicionin e një darke mes miqs, me shokës. Nëse do hysh në romanit brenda në mbërësie ta lexosh, të paktën çka kemi komunikuar bashkë, është kjo që thua ti, dhe pak titulli i vendosur në kopertinën është pak e çuditshme, prandaj edhe për titullin, dhe gjithë brendja e romanit ka të bëjë me atë që njerëzit, a duhet të falin njerëzit pas një gabimi njerëzor, pas një gabimi i cili ka ndodhur në mënyrë spontane, apo duhet të jemi të prerë kategorik për të shkatruar gjithçka. Ma më pëlqen që njerëzit të kenë një mundësi të dytë në jetën e tyre. Dhe pikërisht unë këtë kam dashur, që të them që ndoshta jeta ose marrëdhëniet mos ka të bëj ajo në shpeshë që ne përdorim, ama mos e turpin 2 ditësh e ka përdime i gotë verë? Ja, nuk ka qenë kjo pjesa e filozofisë të tërë? Nuk ka qenë ajo, por domethënë është momenti që dhe them që marrëdhëniet njerëzore ndoshta nuk shkatrohen vetëm thjesht nga një gabim i çastit apo i pavetëdijshëm, por ndonjëherë marrëdhëniet shkatrohen sepse ne nuk kemi fuqi për ta kuptuar njëri tjetrin deri në fund, apo edhe për të pasur mundësinë edhe për të
rikuperuar gjithçka të ndodhur dhe për sa i përket titullit për një gotë verë, ne shpesh themi do takohemi për një gotë verë, por kur themi takohemi për një gotë verë, në atë gotë verë ne do fillojmë edhe do rrofemi. Dhe pikërisht këtu ishte edhe piknisja që takohemi për një gotë verë dhe pastaj njerëzit fillojnë edhe rrafehen edhe trajtojnë jetën e tyre. Shumë çmime të marra, mori. Nuk po t'i përmend gjitha se do duhet gati 10 minuta ne që të mbajmë vetëm pjesën e çmimeve tuaj që ju keni marrë, Shqipëri, Kosovë, Malzi. Cilin nga këto çmime që ju keni marrë në këto vende, edhe në Shqipëri, që e marrni si gjë të veçantë dhe të përzgjedhur të veçantë? A ka odisea diçka të përzgjedhur të veçantë? Sigurisht, çdo çmim ka emocionin dhe bukurinë e tij, por çmimi më i veçantë në jetën time do të mbetet Gjakova, çmimi Ali Podrimja me numratori i dhimbjes, një poezi e cila i kushtohet pikërisht jetëve të humbura të Kosovës. Unë isha i ftuar në një nga edicionet poetik që organizohej në Gjakov dhe isha përgatitur me një poezi dashurie, ndërkohë që për herë të parë takoja disa nga miqtë e mi dhe teksa unë era parë që isha në Gjakov dhe po vizitonim qytetin e Gjakovës, ata fillojnë dhe më tregojnë që te kjo familja këtu kanë humbur jetën 3 veta, te kjo familje këtu pra, si të thuash, ndryqim ishte një goditje shpirtërore nga gjithë rrëfimet e tyre dhe kërkoj një fletë të bardhë edhe një stilolaps kur ulëm diku për të pirë një kafe dhe i thash, do më falni pak qaste. Dhe fillova dhe e shkrova, këtë numratori i dhimbjes, tamam si ato hapat, 1, 2, 3, 100, 200, 500, 1600, sa shumë o zot. Dhe e kam shkruar këtë poezi, si të thuash, gati dhe edhe isha i përlotur kur e kam përfunduar këtë poezi. Dhe ata gjithë më thonë, çfarë keni? I them, kur të vi mbrëmja, dhe ishte një mbrëmje vërtet shumë e bukur në një amfiteatër që ka qyteti i Gjakovës, aty ishte edhe busti i Ali Podrimjas, dhe sapo kishte filluar edhe kishte perënduar dielli në një moment vërtet shumë të bukur. Dhe kam përcjell këtë poezi, ka qenë i pranishëm në atë mbrëmje dhe poeti Xhevair Spahiu. Dhe në kohën kur po ndaheshin çmimet dhe del kryetari i jurisë sepse shpërndahej vetëm një çmimi Ali Podrimja, dhe pohon faktin që pas 15 vjetësh thot juria arrin në unison në një mendim të përbashkët thot për fituesin e kësaj mbrëmje. Dhe nga krahu tjetër nga amfiteatri dëgjoj një zot, "Ise plaku." Po thot ai edhe juria dhe publiku si duket është në një mendim, janë unison dhe ka qenë një poezi që më ka sjell emocione shumë të veçanta dhe një ditë të nesërmen kur unë kam qenë në një emision në Radio Gjakova dhe më kërkuan përsëri, thanë, të lutem transmet na e deklamoj edhe një herë këtë poezi dhe kur kam dalë jashtë jam ndjerë vërtet i emocionuar sepse unë kam pasur fëmijë me trufa me lule, prindër të rritur, të rinj të cilët më kanë pritur pas dhe odisea vet tip melankolia të djeg social. Mua më pëlqen që të jem njeriu social që apo ti falësh? Sigurisht, unë faljen e kam mikeshën më të madhe të jetës time. Unë nuk di, ajo çfarë më kategorizon është që nuk di të urrej. Fal, ndoshta në momentet veçanta hesht, sepse duke qenë si Ballkanas ne kemi gjaknxehtësinë tipar kryesor, por unë jetoj me logjikën në jetën time. Më kanë lënduar, kam falur, nuk e kam bërë vetëm për të më lënduar shpesh, por në ato raste kur ka ndodhur që më kanë lënduar, kam arritur, domethënë që në moment të caktuar t'ia tregoj tjetrit që ka gabuar. E kam falur, vazhdoj të fal, por nuk mbaj asgjë. Jeta është e shkurtër, nuk dua që jetën time ta mbyll qoftë me brenga, qoftë me
barra të rënda të formave nga më të ndryshme me të cilat përballet shoqëria shqiptare sot. Unë doa që jetën time ta jetoj sa më të qetë me familjen time, të jem kurdoherë i mirëkuptueshëm me kolegët e mi. Kjo është e rëndësishme për Me që se nga kujtua dhe familje dhe për mos dal të ka pyetja tjetër, si ka përmendje vetë Odisea me familjen në moment që bën diçka publike, është i ftuar diku, gabon ku flet, apo diçka në tavolinë dhe familja thot, jo, tu ata janë mbështetësit. Bashortja thoi Odisea këtu gabove. Të riqet Odisea? Ata janë mbështetësit më të mëdhenj të jetës time, në çdo hap që hedh nuk kam njohur asnjëherë pengesë, përkundrazi. Bashortja ka qenë motivuesi kryesor dhe mbështetësi kryesor që unë të vazhdoja të hidhja hapat e mi në jetë. Pra se kemi, ka bërt 3 herë këtë pyetje për të gacmuar atë brendësinë asnjëherë nuk mund dhe kam fatin e mirë që kam një zonjë në krah e cila më ka mbështetur që kur kam qenë djalë i ri që jemi njohur së bashku dhe deri në sot që jemi bërë gjyshër, është njeriu që nuk më thot një herë që pse do vesh ose pse do marrësh pjesë tu, por përkundrazi shko, prezantohu. Ka qenë e pranishme, kam ndjekur shumë nga aktivitetet e mia dhe është ndjer dhe ajo vetë e emocionuar se është ndryshe të kesh një shkrimtar në shtëpi që thot po shkruaj dhe ndryshe të kesh një shkrimtar kur ti e shikon në tapetin e kujt dhe e shijon nga larg. E shijon nga larg. Sigurisht edhe ata kanë rolin e tyre kritikues që edhe unë i marr në konsiderat sepse kush kritikon më shumë? Djali është më kritik edhe që në aspekt është kritik? Në aspektin e realizimit të veprave apo të prezantimeve apo të bisedave televizive, më thot të duhet të ishen qik më mirë ose të duhet të thoshen qik më me kujdes. Ndëqim, mua më pëlqen që në bashkëbisedimet të jem sa më i thjesht me njerëzit. Më pëlqen që çdo fjalë imja të arrihet të kuptohet. Pikërisht emisioni personazhe në fokus këtë ka. Ne vem atje ku është personazhe dhe jemi drejt për drejt bardhëzi. Nuk s'ka censur që të vetë emisionit të futet të programohet hiqet kjo po hiqet ajo. Je drejt për drejt dhe ky emision do ndihet drejt për drejt nga veç shikuesit e televizionit apo pasi ju ke qenë edhe pjesë. Ma nuk më ngopin këto bisedat me natyrë filozofike. Mua më pëlqen që të jem sa më i thjesht me njerëzit dhe ta din se për çfarë po flet Odisea. Kjo është gjë më e bukur. Është e bukur dhe më jep kënaqësi të veçantë. Për të kaluar në një pyetje tjetër, aktualisht mbani detyrën e shefit të votimit të Parlamentit dhe Kuvendit të Shqipërisë. Si arrin të balanconi angazhimin institucional dhe krimtarinë tuaj letrare? Si? Është një pozicion të cilin unë e bëj prej vjetësh me dëshirën më të madhe dhe është një eksperiencë shumë e bukur në jetën time sepse nuk shikohet vetëm botimet tek ne, nuk shikohen vetëm në një aspektin e një formati të thjeshtë se çfarë ndodh në një botë politike apo gjitha. Ne kemi edhe pjesë të tjera të cilat ne kemi revistën e Kuvendit e cila ka një gamë të artikujve shkencor, studimor me natyra të ndryshme, të cilat janë si do thuash, bagazhe në jetën time me problematika apo me tema të tjera, të cilat më ndihmojnë edhe kur më duhet për të shkruar edhe një vepër. Nuk më pengon absolutisht. Unë di që ta racionalizoj kohën në jetën time. Të di cila është koha e familjes, të di cila është koha e punës, detyrimi ligjor sigurisht në punë ka aspektin e saj, pastaj dhe pjesa e krimtarisë nuk më ka penguar, por përkundrazi ka qenë një shtesë informacioni që në rastet veçanta dhe më është. Si ndjet Odisea kur në Parlamentin Shqiptar shikon shumë deputet, ndoshta dhe mënyrën e komunikimit nuk e kanë atë pjesë që ti kërkon atë lartësinë e një përfaqësuesi të një denj, të një qyteti, të një laje, të një zone apo diçka. Dhe normale, kur e shikon atë skeptizmin tënd të vyer, thuat, ishte kjo, të Parlamentit, pasi jeni pjesë. Ne pikërisht për këto botojmë që çdo njeri të lexojë dhe të arsimojë, domethënë të lexojë, të arsimoj veten, të pasuroj veten, të artikuloj veten. Ne jemi pjesë ndihmuese, pastaj për pjesën tjetër është gjithçka është individuale. Këtu e kishim, nuk kalojmë më tej sepse kemi një mision që kemi lidhje me politikën, po thjesht ta bëra këtë pyetjen për që në drejt për drejt do thoshin të shikuesit e shumë të lidhë thonë,
mi më ky punon në parlamentin shqiptar, po ky gazetari pse nuk e bëj këtë, si ndjehesh në parlamentin shqiptar? Sot, kur shikon batuta të ndryshme, kur shikon emra të ndryshëm që vinë nga botë të ndryshme dhe aty marrin emër duke bërë batuta dhe jo duke qenë ligj vëndsa dhe batuta. Ndoshta me kalimin e kohës ata do të fitojnë eksperiencat e tyre të jetës parlamentare edhe Ai këshillon Odisea në një. Jo, ne nuk për momentin pozicioni shoqërisht nuk ka të bëjë me këtë pjesë. E tham pyetja ishte shoqërisht. Po, shoqërisht që shoqërisht e thotë shiko. Kur më ka ndodhur edhe kemi bashkë biseduar. Për të kaluar, e mbyllim këtu për të kaluar te pyetja tjetër. Si shihni sot teatrin dhe letërsinë shqiptare? Apo krijohen hapësira të duhura për autorët e rinj? Masi ju keni hyrë vetë i ri në teatr, duke dhënë tema të ndryshme, duke dhënë libra, gjitha diçka nga jeta juaj për të bërë teatr, për të shikuar njerëzit, ndoshta edhe për të prekur ato pikat e veçanta që ka sot letërsia dhe teatri që ka të nevojshme. Ajo çfarë në lidhje me këtë pyetje, më ka ndodhur që të jem prononcuar edhe në raste të tjera, në media të tjera, ka zhvillime, por jo aty ku duhet për sa i përket qoftë letërsisë, mbështetjes për letërsinë shqiptare apo ndoshta për dramaturgjinë shqiptare. Prej disa kohësh jam fokusuar më së shumti tek pjesa e dramaturgjisë. Sepse letërsia në një formë apo në një formë tjetër kur shkruan do të ndikoj dhe tek pjesa e dramaturgjisë, kështu që ndoshta më duhet që të jem pak më i fokusuar te pjesa e dramaturgjisë dhe për të harruar pak pjesën e letërsisë, por jo poezinë. Poezinë e kam, si të thuash, një qetësuese të shpirtit tim. Duhet bërë akoma më shumë. Duhet të ketë hapësira sa më shumë në drejtim të zhvillimit të dramaturgjisë shqiptare. Ajo çfarë mund të them është që mungoj mjediset për zhvillimin e jetës teatrore. Teatrot janë shumë të kufizuara. Duhet të ketë mbështetje financiare qoftë në teatrot e rretheve apo edhe këtu në kryeqytet. Nëse do të kishte më shumë hapësira, unë jam mahnitur me jetën teatrore të Athinës. Një mori, nuk e di sa qindra teatro mund të jenë të kapaciteteve nga më të ndryshme. Ne këtu jemi të kufizuar shumë për sa i përket skenës. E vuajnë qoftë të rinjt të cilët kërkojnë të përfaqin punën e tyre, por edhe ne. Unë kam pasur fatin e mirë që para disa ditësh unë mbylla komedinë Martini në qytetin e Fierit. Dashamirës, bashkia që na ka mbështetur në këtë drejtim, por ndoshta mund të njoh edhe raste të tjerë që mund të jenë të talentuar dhe nuk kanë arritur ende, domethënë të shpërfaqin veten e tyre. Shpesh aktiv në rrjetet sociale? Me përjashtim të një Facebooku që të mban të lidhur? Nuk më mban të lidhur, por unë e ushqej atë. Unë e ushqej vetëm për një arsye, sepse është një mjet për të prezantuar një krim timin, por edhe për të mbajtur një kontakt, një lidhje me lexuesin nëpërmjet informacionit që edhe Instagramin deri diku për çfarë zhvillohet në krijimtarinë time, qoftë në takimet poetike, qoftë në prononcimet time mediatike, qoftë në rastin e premierave apo të gjërave të tilla. Kjo është. Ndjek të tjerët? Sigurisht që edhe ndjek brenda asaj kohe që e kam të disponibil. Si shikon shkrimet? Ju jeni letrar, jeni poet, jeni dramaturg, këdon një mori çmimesh ke marrë për shkrimër për penën tuaj, për mençurinë që ju keni dhënë sot skenave shqiptare. Si shikoni kur shumë intelektual shqiptar apo gazetar duke futur edhe pjesë më të madhe, apo shkrimtar të ndryshëm, apo individ të ndryshëm që sot janë në botën e politikës në mënyrën e të shkruarit? Me gabime, pa gabime? Vuajmë është... Unë mendohem gjatë kur e postoj një diçka në faqen time. Në radhë të parë përpiqem që të ruaj gjuhë shqipe.
edhe misioni i jetës time është që të shkruaj sa më pasër gjuhën shqipe, që të ngrej nivelin e të shkruarit, qoftë në anën korrekte të gjuhës shqipe, por edhe në pjesën artistike të saj. Po ndodhin bastardime edhe në këtë fushë. Nuk është e thënë se unë po postoj, po çfarë po poston, çfarë vlerë ka. Si duhet arri ajo tek lexuesi. Pra duhet të ketë një standard, si të thuash, të prezantimit të asaj çfarë ti shkruan. Si shikon shkrimet, komunikimet, pjesën elektronike, tek të rinjët kur fjalët shqipe përgjysmohen, flitet, e tjera, një mori. Të thash, është një fatkeqësi e madhe që po ndodh në këtë drejtim. Teknologjia ka përparësitë e saj, ka vlerat e saj, por ata që e përdorin atë duhet që të jenë më të përgjegjshëm në atë çfarë përdorin. Për kaluar të pyetja e fundit, se normale çdo emision ka një fillim, ju keni qenë vetë gazetar, Sigurisht. Dhe jemi drejt fundit, për të thënë cilat janë projektet tuaja të afërta dhe çfarë mund të presin lexuesit dhe dashamisit e teatrit nga Odise Plaku në të ardhmen, në ditën e vazhdim, në vitet të tëra. Them se do të jetë edhe këtë vit, do të jetë një vit i begatshëm. Në shtator në Teatrin Mbyllis ne do të kemi shfaqjen Mama me regjisor Giuliano Briskun, me aktoren Zamira Kita, me aktorin Uri Maliaj, me kompozitorin Artur Vero. Është një vepër e cila trajton marrëdhëniet prindërore, është një vepër që kemi punuar me dashuri me regjisorin Giuliano Brisku. Ai ka dhënë një formë vërtet që mua më ka pëlqyer edhe më ka goditur. Mos zbat kjo ka ndodhur nga duke shikuar gjithmonë familjet shqiptare që egoizmi ka ngelur brenda vetes, nuk ka shpërthyer edhe në rrugë, tha ai dhe ti, një poet ose një shkrimtar si puna juaj, i duan dhe të tjerë vendit për të nxjerrë këto prapa skena në skena. Sigurisht prej vitesh i referohem fjalëve të paharrueshmes Margarita Xhepa. Dramat ndodhin në jetën tonë, fatkeqësi që mungojnë në skenën shqiptare. Pikërisht kjo më pëlqen. Më pëlqen të zhbiroj atje ku të hap ato derë e cila qëndron e mbyllur dhe mbrapa saj fshihet problematika shumë e madhe e shoqërisë shqiptare. Familja shqiptare po jeton krizën e saj, po jeton problematikat e saja. Dhe ne duhet jo vetëm t'i sjellim si problematika, por duhet të sjellim edhe reflektimin të shoqëria, duhet të ngjallim reflektimin të shoqëria, se cilat janë vlerat e kësaj familje dhe si duhet të luftojmë fort për të ruajtur familjen. Ndërkohë që në Greqi, Amber Alert, si thua, ishte një derë e hapur, një dritë jeshile që më ka lidhur dhe më ka vendosur në kontakte të mrekullueshme me aktorë, regjisor të botës greke. Vjet ne kishim komedinë Miu Griosh, e kishim në Teatrin Kombëtar Eksperimental, dhe pikërisht kjo vepër është përkthyer në greqisht edhe do të ketë premierën e saj këtë vjesht. Monodrama Harresa, historia e një nëne e cila ndihet e braktisur nga fëmijët e saj. Është ajo çfarë unë jam deri surprizuar ka qenë fakti që teksa shkrimtari dhe regjisori Dinos Kubatis është njohur me këtë vepër, më ka thënë Odise, këtë dua unë do ta vendosim në teatrin e Salaminës, dhe unë e pres përsëri këtë gjë. Dhe shpresoj dhe sipas komunikimeve që kam pasur dhe me aktorët dhe me regjisorin, që edhe një vepër tjetër, Arratisja e Dionisit, do të ketë dhe ajo shfaqjen e saj përsëri në këtë vjesht. Pra, them se vjeshta do të jetë e artë për mua në drejtimin e krijimtarisë. Unë ndihem krenar, domethënë që krijimtaria ime është po vlerësohet. Së fundi kam pasur kontakt edhe me aktorë nga Italia, të cilët janë të interesuar përsëri në fushën në gjininë e monodramës. Së fundi kam pasur disa komunikime pres, domethënë vendimarrjen e tyre.
Ajo çfarë më ngroh është fakti që jo vetëm në aspektin tim personal, profesional, si odise, si individ, por që krimtaria shqiptare të arrit të depërtoj. Pra, unë nuk e shikoj thjesht si një odise, unë e shikoj si një Shqipëri që arrin kultura shqiptare, krimtaria shqiptare të prezantohet në skenat e huaja. Ashtu si ne marrim përkthejmë dramaturg skenare nga autor të huaj, unë ndihem e fat dhe ndihem gjashtë masë i kënaqur që sot po marr kjo krimtari po merr vlerësime dhe në arenën ndërkombëtare. Odise, ju vjeni nga qyteti i Fierit, i Ballçit, jeta juaj midis mësuesit, gazetarit në televizionin Apollon, në televizionin Kombi, e shumë. Keni diçka për të thënë sot, një mesazh për të gjithë? Një mesazh dashurie, vlerësimi, mirëkuptimi, harmonie për të gjithë njerëzit të cilët unë kam takuar në jetë, që kam punuar me ta, që kam pasur bashkëpunime. Do dëshiroja që në jetën e tyre të falin sa më shumë dashuri, të falin sa më shumë mirënjohje, të falin sa më shumë respekt për të gjithë njerëzit që neve na rrethojnë, që nga familja dhe në komunitetet e gjera. Veç me dashuri dhe mirësi mund ta ndërtojmë këtë jetë, larg urrëties, smirave, hipokrizisë, të gjitha këto. Të dashur miq, siç e shikoni, kjo është gjithçka e folur nga vetë Odise Plaku. Së bashku, besoj se do kalojmë një natë të këndshme, duke dëgjuar të gjithë këto historira kaq të bukura me njerëz që vinë nga qytete ndoshta të vogla, po bëjnë historinë e madhe në penë. Duke falenderuar Odisen në këtë emision Personazhe në Fokus, duke thënë gjithçka për atë çka ju keni dhënë dhe kontributin tuaj dhe duke qenë drejt për drejt në emisionin Personazhe në Fokus, u falenderojmë juve që jeni pjesë e këtij emisionin, falenderojmë krijimtarinë e Zotit Plaku që të jetë sa më i madh, sa më shumë të shkruash, duke uruar një fundjavë të mirë dhe miru takofshim në emisionin e ardhshëm.